Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë po Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din komaran ajo punë e mova. Me kanë Abdullahotin në një parti të udhëhequr nga Primera Republika. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi miqtë të gazetës Infokus. Jemi në këtë podcast më të veçantë për shkak se po e realizojmë me 3 maj në ditën botërore të lirisë media. Kjo ditë që u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nga viti 1993. E që për qëllim kryesor kishte rritjen e ndërgjegjësimit për lirinë e media. T'ja kujtonte qeverive detyrat dhe obligimet për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të gazetarëve dhe lirisë së fjalës. Të nderonte gazetarët e rënë nëpër konflikte dhe luftat në krye të detyrës dhe mbi të gjitha të promovonte mediat e pavarura dhe pluralizmin. Çdo vit kjo ditë trajton një temë të veçantë që është sfidë globale. Por kësaj here në Kosovë nuk është duke na prekupu se çka mund të jetë tema globale me të cilën jënë të jetë trajtu ose jënë të ju morë vendet gazetarët në për shtete tjera. Për shkak se jemi duke ballafaquar me një realitet në të cilin ka vite që jemi, por që dje në raportin e reporterëve pa kufi, Kosova ra në vendin e 99, një degradim. Një regres që shënoj në 2 vitet e fundit e kësaj here dolëm që jemi shteti që kemi pësu një rënje e që jemi ma keq se sa gjitha shtetet e Ballkanit. Duke u renditur në vendin e 99, madje ma keq edhe se Serbia dhe se gjitha shtetet e Ballkanit. Për të diskutuar për këtë temë e për problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë gazetarët në Kosovë, kam derin edhe kënaqësinë ta kam të ftuar një prej gazetarëve më të mirë që kemi në Kosovë, e që fatmirësisht e kemi edhe kryetar të asociacionit të gazetarëve, që është Xhemal Rexha. Gjej, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, Shkelzan, faleminderit për ftesën kënaqësi. Deshta me nis pikërisht me këto, edhe këtë shqetësimin që jemi të diskutu gjithandej këtë gazetar, por në faktikisht na kemi diskutu çdo ditë se kemi ballafaquar me realitetin që kemi pas. Qysh e sheh këtë situatë ku ne si shtet dalëm në vendin e 99. Si themi një regres i paprecedent. Po. Në një kohë kur na jemi mburr që jena mirë në aspektin e lirisë së media. Po vërtet, Shkelzana është përkeqësardhë që brenda 2 viteve Kosova i ka humbur 43 vende në renditjen e indeksit të lirisë së mediave të reporterëve pa kufi, nga vendi 56 kur ishim në vitin 2023 në vendin e 99 sot që flasim. Dhe mund të mos jetë edhe nuk është befasi rënja, por mbase është pak befasi rënja kaq e madhe dhe kaq drastike, por për ne që merremi, siç e thash çdo ditë me këtë punë, nuk është ndonjë befasi për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur, për shkak të çastës së qeverisë ndaj mediave, ndaj gazetarëve, ka qenë e pritshme që Kosova të mos shënoj përparim dhe përkundrazi të shënoj rënje. Renditja në vendin e 99, sado që mund të jetë alarmuese shokuese, ka disa arsye që kanë ndodhur dhe ato përmenden në raportin e reporterëve pa kufi. E para që përmenden në fakt kryesore është miratimi i ligjit të KPM-s në Kuvendin e Kosovës përkundër faktit që e kishte kundërshtuar shoqëria civile. Por edhe Këshilli i Evropës i kishte rekomanduar qeverisë të mos e miratonte. Është përmendet bojkoti që vetëm do se kishte për 3 televizioneve nacionale gjatë kohës zgjedhjeve, pavarësia e detyrale RTK-s dhe përpjekjet për ndërhyrje nga ana qeverisë së Kosovës të vazhdueshme në mediumin publik dhe mbi të gjitha gjuha toksike e urrejtjes që vjen nga zyrtarë të lartë të qeverisë dhe të partisë në pushtet. Përmendet në raport një fjali bashkëpunëtor të Armikut, që ka me të tilla përveç zyrtarëve qeverisë, pastaj njerëzit votuesit e tyre, pra u drejtuan gazetarëve sidomos në media sociale. Do të gjitha këto tregojnë për një ambient absolutisht shumë të vështirë
dhe një klim shumë të vështirë të bërit gazetari në Kosovë. Është përmend edhe mos ndëshkimi i sulmit ndaj gazetarëve që kemi pa çdo ditë. Gjem. Nëse shohimi, na jemi gazetarë, që mbi 20 vite jeni gazetarë, jemi ballafaquar me situata të tilla, por jo në këtë formë. Presioni, si themi, ka qenë gjithherë një grupi të caktuar, grupe të interesit politik ose ekonomik, por ajo që kam më shqetëson më shumë te që diskutoj më shumë me musafir që kam të ftuar është që ky degradimi shoqëror. Si themi, nuk po muna mi mrri mi u tregu qytetarëve që media është në shërbim të tyre. Dhe sot ndoshta po aq sa sulmet ose nxitjen që kanë bërë pushteti ndaj gazetarëve, sot ne po ballafaqohemi edhe me qytetarë. Po, ka një sër faktorë që kanë ndikuar në këtë. Gazetaria është e mirë publike, gazetaria është në shërbim të publikut. Ky është misioni i gjithhershëm i saj. Shumica e gazetarëve e bëjnë këtë edhe e ndjejnë këtë. Duke nisur personalisht pra shoh gazetarinë si mision, pasion dhe mision në fakt për të shërbyer publikut. Dhe çfarë gazetarët dhe mediat në Kosovë kanë bërë në këto 25 vjet të pas luftës, 26 tash, absolutisht ka qenë në shërbim të publikut në shumicën ndërmuese të kohës dhe me interesin më të mirë të publikut. Ne për shumë vjet kemi zbuluar skandale që kanë rrëzuar qeveri, kanë rrëzuar president, pra çdo lloj të kanë ndryshuar fate politike, fatet njerëzve, dhe kjo është detyra kryesore e gazetarëve mediave është për ta mbajtur pushtetin përgjegjës. Dhe këtë jo që nuk e kupton, por dëshiron ta ndryshoj kjo parti politike që ka udhëhequr qeverinë në 5 vitet e fundit, 4 me mandat të plot, pra vetëvendosja. Synimi i saj dhe lufta e saj e këtyre viteve ka qenë që pikërisht këtë qytetarin ta bind që gazetarët punojnë kundër tyre ose kundër shtetit, që mediat pra nuk e kanë interesin e shtetit, ata thonë primar, kur raportojnë se kanë synim për ta sulmuar këtë parti politike. Është absolutisht e pabesueshme si mendsi. Fillimisht përveç është e pavërtet. Por ka arritur të ketë efekt fatkeqësisht shkëlqen tek një masë e madhe e publikut, pra. Ka arritur të ketë efekt në kuptimin që ajo çfarë ka provuar të bëjë vetëvendosja dhe qeveria në këtë vetë është që të aparaqes qytetarëve se gjithë gazetarët janë të njëjtë, gjithë mediat janë të njëjtë, janë të korruptuara, paguhen nga Serbia, nga ish klani e pronto dhe kanë për qëllim që ta dëmtojnë kryeministrin, ta dëmtojnë vetëvendosjen dhe thjesht u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos u besojnë raportimeve të tyre, edhe kur raportimet janë me zë dhe me figurë, pra, janë me dokumente, janë me publikime, me informacione zyrtare që i shpërfaqin skandalet nëse ndodhin të kësaj qeverie. Pra, ky ka qenë qëllimi që çkado që këta të bëjnë, keq, të bindin qytetarët që kur media ta raportojnë të mos u besojnë, sepse qëllimi i tyre nuk është për nxjerrë të vërtetën e pa, por për të sulmuar. A ke pasi strategji këto gjë, se duke pas parasysh që në fakt sulmet ndaj mediave kanë filluar qysh në ditën e parë kur kanë marrë pushtetin. Njerë me një faqe që kanë pas tyre me një numër të madh të ndjekësve në Facebook, e mandej kanë vazhduar komplet si themi një strukturë kogja e madhe e njerëzve që janë kanë pushtet, që të kaluarën nuk kanë ndodhur kështu. Nuk mundesh me ka prej pozitës së pushtetit duke mbajt një pozitë lartë, duke u paguar nga taksat e qytetarëve me bos sulme të tilla. A ka kjo duke njoft peshën rëndësinë e mediave, ndoshta unë besoj që më mirë se çdo parti tjetër politike ka ditë vetëvendosja, se siç e them vazhdimisht, ndoshta është produkt medial shumë më shumë se sa që ka ndoshta hise në gjëra tjera, në histori, në shëndetërim, në gjëra tjera. A është kanë strategji e cila është punuar në vazhdimsi për me mrrinj deri te çka? Po, deri te ky efekt i qytetarëve. Po, kjo më shqetëson më shumë se ndoshta çka mund thonë do njerë që sa din pushtet se nesër nuk janë. Po, absolutisht ka qenë strategji e mirë menduar, e mirë implementuar që për fillimit. Edhe për arsyeën që, se mos për një këtë gjatë, ta ende besojnë fakt që opozita është kaq e dobët ose e delegitimizuar për shkak të asaj çfarë kanë bërë në kohën se kanë qenë në pushtet, dhe që në fakt mediat kanë mbetur opozita vetme, që mund t'i sfidoj pra, që mund të vënë në pyetje vendimet që ata i marrin, mënyrën se si qeverisin. Dhe sulmi ka qenë drejtuar ndaj mediave, pra i organizuar me qëllimin në fund të ditës për të dehumanizuar gazetarët, pra, për t'i bërë
të pavlefshëm ata në syt e publikut, me sulme personale, me emër, me mbiemër, me sulme ndaj mediave të caktuara, ndaj organizatave të caktuara, aktivistëve të shoqërisë civile. Pra, sulmet nuk janë vetëm kundër gazetarëve, janë kujdo që i mbron gazetarët ose i mbron mediat ose thjesht e jep një mendim të lirë ose e kritikon qeverinë, që nëse në një vend normal demokratik është vlerë, edhe në fakt qëllimi kur gazetarët edhe mediat kritikojnë dhe mbajnë përgjithësi se qeverinë është për të përmirësuar diçka, pra ai është qëllimi që nëse ka një vendim të gabuar ose të kontestuar të qeverisë, ai të diskutohet, të debatohet në publik në mënyrë që në fund të ditës një vendim i tillë të shërbejë qytetarëve, të shkojnë në të mirë të qytetarëve, sepse edhe një herë po themi vazhdimisht gazeteria është e mirë publike. Dhe këta e din fuqinë e mediave, absolutisht e din sepse si thamë kanë përdorur edhe pse ka qenë interes i shumë pa diskutim, edhe për mediat në konë sa kanë qenë në opozitë, edhe e din fuqinë e mediave, din që mediat sidomos transmetuesi publike ka të farë detyrën të edukoj njerëzit përveç që të argëtojë dhe të informoj, por e din ndikimin kur ata marrin vendime për të votuar për shembull. A kemi humbë betejën në këtë aspekt, gjejmë edhe ka, si themi, a duhet të jetë, si themi, në vazhdimësi, media me pas edhe që të rëllë, edukimin e qytetarëve, për peshën e rëndësinë e informacionit. Për ato që nashta duhet me ja kujtu çdo herë, që media, gazetarët janë një shtyllë e rëndësishme e demokracisë, për shkak se e ruajnë interesin publik të qytetarëve ndaj çdo pushteti. Që në fakt janë një kujdestar i atyne të mira publike ose asajna që quhet prej buxhetit shtetit e gjitha privilegjet tjera që i ka pushteti. A duhet në vazhdimsi, a duhet me bën çka duhet me bën as si shoqëri që me ndrruqet narracion që e ka ndërtu ky pushtet e që sot na sa ballafaqohemi me këta njerëz të pushtetit, jemi duke u ballafaquar me qytetarët. Unë nuk mendoj se është betejë e humbur. Gjithë kam parasysh media në formën klasike të saj vazhdon të jetë e zaventueshme në kuptim të investigimit të një raporti, të raportimit nga terreni është e pazaventueshme. Tani ajo çfarë kemi para së djeshme është që kryeministri është transparent sepse del në Facebook, shkruan statusin në Facebook ose hyn live në Facebook, ai është komunikimin i jashtëm. Ajo çfarë duhet ndodhë është ballafaqimi me pyetje nga gazetar lokal që e din kontekstin vendor dhe që i kanë përcjellur gjitha ngjarjet gjithë këto vjet. Pra, nuk gazetaria e terrenit, gazetaria e sfidimit nuk s'avancohet me komunikim digital të njëanshëm, me hyrje në TikTok, në Facebook, në Instagram. Dhe ndikimi i saj nuk mund të krahasohet me atë çfarë pretendon pra qeveria. Vetëm nëse e marrim dhe të fundit shembullin e Soris për Belgjen Jasharin, pra. Që është një histori që e ndron fatin e një individi në këtë rast shumë mirë të një fëmije, por mbi të gjitha, raportimet gjithë këto vjet të gazetarëve i kanë shpëtuar Kosovës miliona në buxhet, pra, kur janë denoncuar skandalet, pra, kur janë gjetur skandalet dhe pastaj prokuroria, gjykatat kanë bërë punën e tyre. Në shumë raste, pra, ato do të mund të kaloshin në mënyrë të heshur nëse nuk do të zbuloshin nga gazetarët. Dhe gazetarët i bëjnë këto hulumtime, këto investigime shumë shpesh me kosto të lartë personale. Ne gjithmonë flasim se mos ka sulme të shumta, se mos online ndaj gazetarëve gra, që është shumë e vështirë, pra, sa kudo në botë, por posaçërisht në një rajon sikur ky yni, në një shtet sikur ky yni, është ka sfida shumë të mëdha për të qenë grua gazetare, për shkak se i subjekti i sulmeve online shumë se sa një burr, dhe kjo nuk i ka dekurajuar 10 gazetarë të Kosovës që të vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre, dhe kjo nuk zhbohet njerëzit edhe nëse kur po flasim për qytetarët, nëse i shohin mediat çdo ditë, prapë do të shohin në fund, edhe prapë i shohin, edhe debatet që i kritikojnë, edhe shprehin më lart, po prapë do të kyçen edhe do të shohin. Edhe mediat nuk kanë, jo pse nuk kanë ku i shohin, sepse sot ka shumë mundësi, mund të shkohet aty në Netflixi, por në fund e dinë që informacionin do ta marrin në një prej mediave, edhe nëse nuk e shohin në televizioni vazhdon të jetë burim i rëndësishëm i informimit për qytetarët e Kosovës, do ta marrin në telefonin e tyre, në Facebook, por pikërisht tek këto media, tek këto portale ka raste pafund të zbulimit të skandalet të shumta, pra që mbi të gjitha e kanë ruajtur interesin publik duke bërë pra që të kursejnë parat që dikush ka dashur t'ia abuzoj, e që është, le të themi, pjesë e institucioneve civile. Që në fakt në periudhë shumë gjatë
pushtetet e kaluara më shumë janë tut prej media e pe këtij gjykimit publik që i bëhet, ndoshta sa prej organeve të rendit të drejtësisë, se të vjen kon rol shumë më i madh ose janë rrujt më shumë për shkak se jemi kanë shumë më ke. Gjejmë është fat i madh që ndoshta na jemi një gjenerat që kur kemi nis këtë zanat, unë e kujtoj që u kon ose të bëjmë me mburje me krenari. Po sa është e vështirë sot kur nuk jemi më në atë situatë, ato që flasëm për çdo ditë, ku ti je respektu, je vlerësu për informacionin, njerëz qytetarët njëjtë. Se më thotë kanë vlerësu për punën që e bën për denoncimin e këtë këshia që mundën me arë prej një pushteti ose dukurive negative që ndodhin në shoqëni. Ndërsa sot gazetarët e ri, gjeneratat e reja, kur ballafaqohen me këtë presion, me këtë paragjykim, me këto etiketime, sa është e vështirë. Ne mund të themi që jemi pak më të kalitur, edhe është fat i madh që unë nuk e përmendej çdo herë që ndoshta edhe jemi trajnu prej ndërkombëtarëve dhe kemi pas një periudhë ku kemi bë gazetari shumë situata më të vështira, jo të kësaj natyre. Po gazetarët e ri, ambientit të cilin është ty shkaktu dam në çdo gjenerat. Po absolutisht është një betejë globale. Thotë ideja që ka ndryshuar edhe mënyra të bërit gazetari dhe mënyra plasimit të informacionit, mënyra e konsumimit të informacionit nga publiku i gjerë. Nëse po flasim pra para 20 viteve, kemi pasur vetëm 3 televizione në Kosovë nacionale, por një 5-6 gazeta. Sot i kemi spaku 9 televizione të mëdha nacionale dhe nuk ke asnjë gazetë, por ke 10 portale. Pra ka ndryshuar drastikisht mënyra se si bëhet media dhe si konsumohet informacioni që ndalin nga to dhe ne sot kemi garë edhe me influencer. Do thotë kemi garë me njerëz që nuk janë gazetar ose që në një formë apo tjetër paraqiten si gazetar për përfitim ekonomik dhe është një betejë shumë e vështirë. Është një betejë ku do vështirë, por në fund është kredibiliteti që i mban, është kredibiliteti vazhdueshmëria e një individu ose një media për dhënë informacionin në kohë reale, për dhënë informacionin e verifikuar me burime, me dokumente. Prapë unë gjithmonë them, sado që mund të ketë një përmbajtje në kontent që merr miliona views, po që nuk ka një vlerë të posaçme, unë besoj që edhe nëse views edhe shikimi do të jetë shumë të vogla, në fund njerëzit prapë do të kthehen tek një informacion që është kredibil, që i ka të gjitha elementet e gazetarisë për cilat flasim non-stop, sepse ai do të ketë ndikim më të madh. Diskursi publik bëhet pikërisht në çdo. Do të ketë ndikim më të madh edhe kur raportimi është pra, sepse një content mund të marrë miliona views, por që nuk e prek interesin publik pra. Sepse njerëzit do shikojnë për t'u argëtuar pak, por në ndërkohë do të ketë një hulumtim që është vështirë të bëhet, edhe që unë kam parasysh shumica mediave në Kosovë, portale më të vogla, po edhe televizione po kalojnë për vështirësi të mëdha ekonomike. Dhe apsa nuk është e lehtë që të prodhohet përmbajtje e cila merr kohë për t'u bërë. Ne kemi qenë me fat në Kosovë që kemi pasur gjithmonë për kraje të Bashkimit Evropian, të USAID-it që tash është ndërprerë, ka media që janë OJC edhe që e kanë luksin, le të themi, për të bërë hulumtime të gjata, të ngadalshme, të cilat janë shumë të rëndësishme për t'u bërë. Pra në mesin e gjithë këtyre lajmeve të shpejta që portalet i prodhojnë, sepse dinamika e jetës është e tillë që gjithçka ndodh në kohë reale, jemi në fakt që ende kemi mundësi që disa prej mediave pra të jenë në gjendje të bëjnë hulumtime të gjata dhe të trajtojnë të drejtat e njerëzit. Me të gjitha pra të trajtojnë tema që janë me rëndësi vitale për vendin e përjetës. Edhe që i prekin shumë grupe të marginalizuara. Gjem, me fol pak për mediat. A shef ose në kontakte për çdo ditë me gazetarët që ka qenë një periudhë ku me shumë krenari mburje, po me sfidat të mëdha, kemi kriju media. Qëto vështirësi, qëto ballafaqime që jemi ty pas sot, a e sheh një lloj rreziku që jemi ty ardhur në krizë? Se fundja unë mendoj që qëto sulme të pushtetit ndaj media janë bë pikërisht edhe për shta, që më ja vështirësu edhe ekzistencën në aspektin financiar. Madje brenda tyre disa zera janë që këta s'kan me mujt me mbjetu as një vit masi t'i bëhet këto sulme. Po, sulmet janë të vazhdueshme në fakt dhe ne nuk kemi parë që
që është mbyllur në media për shkak të sulmeve të tyre verbale, që janë shumë fshira, shumë të pranueshme, por në fakt rreziku ishte tek ligji KPM-s, pra tek ligji KPM-s dhe insistimi që mediat online të kontrollohen ose të monitorohen nga KPM-ja, në ato që ne kemi denoncuar si një përpjekje për ta politizuar bordin e KPM-s nga vetë propozimi 7 në 11 antar dhe fakti që kryetari i KPM-s do të zgjidhej direkt. Këtu ishte tentimi edhe tek ideja e mbjetesës për se po flasim, pra ajo çfarë ishte plan dhe shi qartë i vendosës ishte që të krijojë një bord të politizuar të KPM-s, i cili do t'i dënonte mediat pastaj për mbulimin e tyre kritik. Pra thjesht sepse nuk mund mos i pëlqente një raportim dhe ato pastaj do të kapeshin diku, sepse kur një institucion rregullues që është KPM-ja dëshiron ta dënojë një media, nuk e ka fort të vështirë, pra që do t'i gjej në një moment, pra do të pres vazhdimisht, do të monitoroj, do të kontrolloj dhe do t'ia gjej një moment që t'ja vënë në gjop. Gjopat shkonin deri në 40.000 euro. Dhe imagjinoni sikur një medium cili do shoftaj për shembull i UAI të dënojë me një gjop 40 euro, do të çonte sigurisht në mbylljen e një ndumë. Dhe ky ishte plani i menduar i vendosës që shqyrë zotit që ende kemi pushtetet e ndara dhe ka një gjykatë kushtetuese që e ka rrezuar këtë, por gjithsesi është koha edhe për mediat që të reflektojnë në fakt, të reflektojnë në kuptim të asaj çfarë ofrojnë, si e shpërndajnë këtë përmbajtje, që provojnë pra të bëhen të vetë financueshëm. Dhe është kaq shumë e vështirë për një vend si Kosova, pra që të fitohet nga paraqitja online, pra sigur të ishte një vend si Gjermania me nivelin edhe kuantitetin e asaj çfarë prodhojnë media si e juaja, pra do të ishte lehtë e menaxhueshme një mbijetesë, pra ose një zhvillim normal, por fatkeqësisht për shkak të statusit ndërkombëtar të Kosovës, mediat e kanë të vështirë dhe pastaj mund edhe të jenë prej interesave të ndryshme, edhe kjo qeveri është shumë e lumtur dhe mburret që nuk jep reklama. Kudo në botë, madje edhe për ndërmarrje publike. Po, kudo në botë, pra absolutisht ka fonde të veçanta që ndihmojnë edhe mediat private përveç transmetuesit publik. Në fakt kjo qeveri transmetuesit publik ka ndarë për gjysmë buxhetin nga 16 milion në 8 milion euro përveç ndërhyrjeve politike që i bën, pra e ka lënë në pozitë shumë të vështirë financiare, por ka kudo, edhe sidomos ka fonde për mediat e komuniteteve jo shumicë. Skandali që kemi parë vitin e kaluar është që zyra për komunitetin e shumicës ka shpërndar para për OJC të komunitetit shqiptar, ndërkohë që do të thotë është ndarë dhe emri i zyrës është që duhet të jenë për mediat jo shumicë, pra për mediat jo shqiptare, serbe, rome, ashkali, bosnjake dhe të gjuhëve tjera. Dhe kjo është tragjedi të mburrësh që nuk ndihmohen mediat private. Natyrisht ndërmarrjet publike, reklamat e tyre do të mund të vinin në mediat private, ato mund zgjedhin mbase, edhe mund të bëjnë kritere se si ti shpërndajnë ato, pavarësisht prej asaj çfarë edhe ofrojnë mediat, por është e tmerrshme të mburret me këtë. Gjem, megjithatë duhet të jam njohur me meritat, edhe ju edhe Flutra Kusari keni bërë një punë të jashtëzakonshme për me parandalu ato që synoi pushteti i kalun e që është ajo me ligjin për KPM-n. Nëse nolëm flasëm pak për këtë kritikat ose ato që është temi diskutimit se mediat tashmë po prodhojnë fake news, që në fakt realiteti është që më shumë se sa lëvizjave të vendosë edhe pushteti i kaluar nuk ka prodhu fake news edhe këto media që në fakt nuk janë media, por ajo që më pengon Gjem është kanëherë kur futen në një thes, si themi do mediume ose do website keqësisht periferike dhe ndërtohet narracioni të i marrësh ato të disa media që janë profesionale, që udhëhiqen për gazetarëve, që kanë staf, kanë bëjnë punë gazetari profesionale. Që to qysh edhe në vende tjera, por edhe në Kosovë. Qysh kishu mujt me informu qytetarën e Republikës Kosovës se kam orientu për me marrë informacionet sakta, edhe çka është rëndësia e mediave, e çka është këto që oni quaj kështu me një term, kilikeri.com që delna për shesh bën kësi budallakia për të cilat ngojnë vetëm për views edhe për vizitat. Po kjo bëhet me edukim medial. Në fakt me edukim medial i cili do duhet nisë që nga shkolla mesme. Okay. Për ne gjithmonë kemi
çuar përpara si propozim, dhe njëherë është futur për asnjëherë nuk është zbatuar me sa di në kurrikulën e Ministrisë së Arsimit, pra edukimi medial. Edukimi medial në besoj që duhet nisë nga shkolla e mesme me profesionistë e mediave që flasin me nxënësit, u shpjegojnë, u tregojnë rëndësinë e mediave, punën e rëndësishme që bën mediave dhe dallimin për ta bërë tek çka është media e vërtetë dhe si mund të identifikohen lajmet e rreshme, dezinformatat që janë burime ndryshme dhe që bëhen për arsye ndryshme. Tani ne e dim, dezinformatat ka dy arsye kryesore pse bëhen, qëllim politik dhe qëllim financiar. Një pjesë e madhe tyre bëhen për qëllim financiar, sepse njerëzit bën clickbait ose lajme të rreshme me qëllim në mënyrë që të marrin përfitim financiar, por një pjesë e madhe tyre bëhen edhe për qëllime politike ose edhe ka ndërhyrje nga jashtë, siç janë pra përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë, tazëm që të ndikojnë në këtë rajon nëpërmjet lajmeve të rreshme. Ne në fakt në AGK kemi një sër programesh në cilat i adresojmë këto sfida, edhe kam qenë kemi projekte edhe nëpër shkolla, pra edhe organizata tjera si Bini për shembull, bajnë ligjërata me nxënës të shkollave të mesme. Edukimi medial është kyç. Edhe vlen për gjenerata të ndryshme. Në fakt aktualisht kemi gjithashtu një projekt me KMSHK në cilin shkojmë tek shtëpitë e pleqjve në qytete ndryshme të Kosovës dhe flasim me ta. Dhe gjithmonë u jap këshillën më elementare të mundshme që në momentin që e kanë mundësinë të dalin dhe të shëtisin në qytet se mos këtu në Prishtinë, të provojnë të mos ndalen, të flasin për kamera, të cilat nuk kanë mikrofon spaku, pra. Nuk kanë mikrofon sepse e folëm. Pra, fatkeqësisht ka individ të shumë që e keq përdorin. Është realitet, që në fakt pirituar një pjesë e këtij kontenti që po prodhohet për rrjetet sociale, megjithatë ata po thonë jemi gazetar. Tash kjo është pak po ata thonë po nuk është gazetar çdo kush që e bleni kamerën dhe në shesh. Do të thotë nuk është sepse për të qenë gazetar duhet një lloj përgatitje elementare. Po prandaj u themi personave më të moshuar që identifikojnë spaku, pra nëse është një televizion, RTK, KTV, shihet logoja, po qoftë edhe portal, po ka një logo, ka një lloj prezantimi, sepse ata që dalin e bën këto zakonisht nuk kanë logo. Edhe pse është shumë e lehtë merret edhe një logo, është shumë po kryesisht nuk kanë. Problematike këtu është kontenti. Po kurse kur ndalen prodhimin kjo është ideja që gjithashtu themi pra që mediat serioze do të bëjnë pyetje normale në kuptimin që do të marrin një mendim për pse nuk po konstituohet kuvendi, edhe por nëse pyetjet janë të aspektit personal, pra është absolutisht më opozimi që bëhet me persona të moshuar në shesh, kur në një farë forme detyrohen të flasin për fëmijët e tyre, për çështje familjare. Kjo është dhe kjo është pra ai clickbaiti që bëhet e që por edukimi medial është kyç, mund të marrim përvoja të shteteve tjera. Nuk po them të shkojmë as larg sa Finlanda, që e ka sistemin arsimor më të mirë, dhe atje që për shkollat fillore në fakt nxënësit i marrin një uritë themelore për mediat, për rëndësinë e mediave dhe për të identifikuar lajmet e rreshme dhe dezinformatat. Gjemi përmenëm pak shumë e rëndësishme, në fakt kjo është temë shqetësuese edhe për shumë vende tjera. Po në Kosovë a kam rri me dëpërtu propaganda ruse, propaganda serbe, ashtu që është në një kohë, tash e kanë nalë, po janë akuzu mediat kështu në përgjithësi edhe prej vetë Albin Kurtit. Që punojnë, ose që lanë me dëpërtu propagandat tilla që kanë qëllim të keq për ose informim të keq qytetarëve. Akuza që përmendet në raport pra Bashkëpunëtorja e Armikut është për një gazetar shqiptar, e them gjithmonë, është akuza më e rëndë që mund të bëhet që bashkëpunon me fuqinë edhe me Serbinë, përveç që janë të pavërteta, janë të pabesueshme, pra që dikush mund ta thotë me vedi të plot që një gazetar shqiptar i Kosovës po i shërbej ka Serbisë dhe fuqishit, disa herë thonë që i shërbejnë në mënyrë të pavetishme, shpesh herë thonë direkt që thjesht punojnë dhe kanë agjend me Serbinë, dhe pastaj kjo retorik e kemi parë pra në dy lajmet skandaloze që ka prodhuar Televizioni Publik i Kosovës për dy portale të Kosovës. Kemi parë rrezikun që informata të tilla që janë informata, pra lajmet të rreshme të tilla shkaktojnë rrezikun që është real që shkaktojnë për gazetarët në terren. Se përket propagandës ruse, tani duke e njohur pra aspektin kulturor shqiptar këtu në Kosovë, ne nuk i besojmë asgjë që vjen nga Rusia, sepse dinë çfarë qëllimi Rusia ka për Kosovën.
edhe automatikisht për shumicën shqiptare të Kosovës këtu merret si e mirëqenë që nuk do të besohet asgjë që vjen nga Rusia, por përpjekje për deportuar natyrisht që ka. Por Rusia këtë e bën me komunitetin serb në Kosovë, pra që e kanë burim marrë si bazë që aty edhe mandej e kanë burim komuniteti serb në Kosovë sipas sondazheve të ndryshme, pra vazhdon të informohet nga media që vijnë nga Serbia. Dhe aty prania e propagandës ruse përveç serbe që është automatike, edhe propagandës ruse është shumë e madhe. Ne kemi parë së fundi hapjen e zyrës së Russia Today në Beograd, edhe pra aty propagandohet kundër Kosovës, por kjo propagandë në fakt e Rusisë merr aspekt global, pra nuk ndikon në komunitetin shqiptar në Kosovë, por jep një pasqyrë jashtë për Kosovën të rrejshme, të gabueshme, e s'la duhet të luftohet me kundër narrativën e Kosovës për ato çfarë ka ndodhur gjatë kohës së luftës, për bombardimet e NATO-s, dhe gjithashtu ndonjëherë ka tendencë të Kinës për të depërtuar, nuk di nëse ju ndodh, por shpesh ka në Facebook dalin lajme të sponsorizuara shqip, po që vinë dhe shkruan që janë nga agjenci shtetërore e Kinës. Kina gjithmonë, sidomos në Shqipëri më shumë se sa në Kosovë, ka qenë interesuar që ta shtri influencën e saj, por propaganda e Serbisë natyrisht tabloidet në Beograd janë të tmerrshme kundër Kosovës, kundër shqiptarëve, me gjuhë të urrëties, gjuhë ksenofobike në baza të përditshme. Një zhvillim pozitiv çfarë ka ndodhur është i viteve të fundit, kur për shembull për shumë vjet K2 që transporton se katëron në gjuhën serbe nuk ka qenë i qasshëm në veriun e Kosovës për popullatën lokale atje, me një vendim të arkepit para disa kohësh është detyruar, pra përkundër faktit që në veri është një operator kablovik serb MTS që jep program, detyrohet që ta bartëret K2-shin, dhe ka qenë një zhvillim shumë pozitiv për t'ju ofruar serbëve lokal një pasqyrë ndryshe për Kosovën, për pjesën tjetër të Kosovës, sepse ne e dimë që sa shumë dallon jeta e një serbi në Graçanicë ose në Shtërc me atë të një tjetri në Lepsavić. Jemi në fund, kisha pas qef për këtë gazetar të ri. Një mesazh, një këshill që pavarësisht këtyne sfida, pavarësisht këtyne presione, pavarësisht një klime jo të mirë në të cilën sot po jemi ty punu, shkon nxitje për me pas vullnet edhe me kthy ndoshta këtë çato që na jemi kanë bindun që kur je në shërbim të qytetarit, kur je në shërbim të informimit, edhe kur je kujdestar i një të mirë të përgjithshëm, ky zanat është për te i krejt këtyre sakrificave. Absolutisht, edhe njëherë për mua gazetaria është pasion dhe mision, një kombinim i këtyre dyjave, është një punë e lodhshme pa diskutim, sidomos nëse bëhet për një kohë të gjatë, nëse bëhet në televizion, pak më e lodhshme se sa në media të tjera, por që në fund të ditës është shumë shpërblyeese. Për çdo që e do, fillimisht natyrisht, të cilën punë për ta bërë duhet ta duash, sepse nëse shkon në një punë vetëm për të marrë një rrogë në fund të muajit dhe për të mbajtur një orar 8 deri në 4, nuk e ka të adrenalinën që gazeteria ka. Gazeteria ka shumë pjesë të saj që janë të rrezikshme, por bëhet me vetdije, pra, edhe pasaj edhe ideja se çfarë dëshiron ndjekësh, nëse do ndjekësh politik, siguri, natyrisht që do të jesh në pozitë tjetër sa të ndjekësh mbase sport ose kulturë ose showbiz ose diçka të ngjashme. Të gjitha janë shumë të rëndësishme për ta informuar publikun, por mbi të gjitha është që këshilla ime bazike kështu për gazetarët që ta duan këtë punë dhe profesion dhe të presin shpërblimin në kuptim të asaj që do ta shohin ndikimin e punës së tyre. Pra një raportim i tyre do të ketë ndikim real tek publiku. Dhe ky është shpërblimi më i mirë që ne gazetarët të marr. Nëse dikush arrin ta ndryshojë, siç e ka bërë Besiani për shembull me Belginin, ta ndryshojë jetën, në këtë rast një fëmijë të një komuniteti ashkali ose raste ndërkombëtare kur Arwa Damon, gazetari i CNN-it kemi pasur në Kosovë, një fëmijë irakian 6 vjeçar që ka qenë shpërfytyruar për shkak të bombardimeve, sora e saj ka bërë që shtetet e tjera ta marrin dhe ta mjekojnë dhe ai ta nisi jetën prej fillimit, sepse do të vdiste në kushte tjera po qëndronte në Irak. Ky është shpërblimi që gazetarët mund të jenë në krenar, por ja ndryshon krejtësisht jetën një individi, një pjesëtar të publikut, sepse edhe një herë po themi pra ne punojmë për interesin e publikut. James, se tashmë kujtu apat naj urim, apat naj se jemi në ditën e 3 majit. 3 majit, po nuk pash që urimet kanë ardhur dje. Urimet në formë sulme kanë ardhur dje. Gjithë diskutimi është bërë gjatë ditës së djeshme në fakt në rrjetet sociale nga deputetët vendosës, nga qeveria. Unë ende sot
për shkak që kemi pasur kaq shumë punë me konferencën, as s'kam pasur forcase, por nuk kam parë që në fakt çka që ndodh me Tremajn, po them edhe një herë edhe prej opozitës, se gjithë ka ndodhur dje. Gjitha komentet janë dhënë dje me qeverinë e Kosovës që insiston që nuk ka rënje të lirisë së medias, por ka rënje të standardit të mediave. Aty nuk matej tek reporterët pa kufi standardi mediave është për të çuditur zënë që para 2 viteve kur Kosova ishte mirë, ata e lavdronin, thoshin që reporterët pa kufi na kanë nxjerr mirë dhe tash e vënë në pikë pyetje kredibilitetin e një organizate ndërkombëtare që njihet kudo në botë dhe respektohet si reporterët pa kufi, e vënë në pikë pyetje vetëm për shkak që Kosova ka dalë keq. Është moment reflektimi në fakt, duhet të reflektojmë të gjithë bashkë. Ne nuk e bëjmë këtë, çdo ditë e kemi bërë gjatë ditës së djeshme, ne ofrojmë si Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dialog, platformë të përbashkët edhe me qeverinë e Kosovës, me institucionet e Kosovës, me gjyqësorin, me shoqërinë civile, me të gjithë akterët që kanë një rol në këtë muhabet. Pra, ne ofrojmë dialog, platformë të përbashkët për t'i adresuar këtë gjetje. Në vend që qeveria e Kosovës të jetë në kundërofenziv, do t'i pranoj gabimet që ka bërë duke nisur nga ligji për KPM-n që është antikushtetues, dhe të ulet ashtu siç e ka rekomanduar Këshilli i Evropës, siç ka thënë gjykata kushtetuese, të bëhet një ligj i KPM-s nga fillimi, por me gjithë përfshirje, me përfshirjen e gjithë aktorëve, që ai në fund të ditës të jetë një ligj që pranohet nga gjithë. Gjem, përgëzoj për punën shumë mirë, edhe dinamikën që e mon për me ngrit zonin atëherë kur i shkilet drejtat gazetarëve, jetu e bën një punë të jashtëzakonshme në Asociacionin e Gazetarëve. Faleminderit shumë. Fundja deri sot nuk njohim ai pushtet që ka fitu betejën me media. Kjo është veç sfidë që kanë duhet më na bëjë më të ndonjëherë është më vështirë, ndonjëherë më e lehtë, por gjithsesi pse nuk do të donim të ishte betejë, betejë gjithsesi vazhdon, por absolutisht media dhe gazetarët në Kosovë kanë luajtur gjithmonë dhe do të vazhdojnë të luajnë një rol qendror në zhvillimin demokratik të vendit. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Kritika adresohen edhe ndaj Me një opozitës. qeveri arrogante, me një qeveri e Për cila shembull, ka po dikush që vjen në spital thotë i poshtë 3 Nisën mijë e financave nuk e don as partia e vet. Unë na që din komarana jo punë e mova. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të